Jemi rikthyer kështu në pjesën e fundit të mesditës, e përmenda se do flasim për një temë goxha interesante, në fakt një sfidë të cilën e ka ndërmarrë një mërgjimtar. Ai ka ardhur nga Anglia në Shqipëri, duke ecë e vrapu. Kështu kemi parë dhe kemi lexuar, bëhet fjalë për Seb Ponarin, sfidën e së cilit shumë kush e ka quajtur si sfidë jashtëzakonisht të rrezikshme deri dikon, të çmendur deri dikon. E gjitha këto do na i tregoj zotri Ponari, të cilën e kemi në një linjë të drejt për drejt nga Shqipëria. Zotri Ponari, përshëndetje. Përshëndetje. Qenë ke pozicionu dikun, po besoj për me pushu pak, apo... Jo, se kam fillu akoma vrapin sot, biles për përgatitesha, në qofë se mundem, ja për jo të regoj edhe... Po, na tregoj cila është gjendja. Këto janë do më thënë përgatitje që bëj, që me mbrojt vetën sa ma shumë, sepse janë orë gjata edhe nuk e kam fillu vrapin, kështë që jemi mire. E kjartë, të kemi pak më të fres, pa qenë i lodhur. Zotri Ponari, fillimisht, unë besoj më dëgjuat që tha shumë njerëz e kanë konsideruar këtë sfidë si një sfidë të çmendur, marrë parasysh se ka shumë kilometra përpara, terrenet rrezikshme, kushte klimatike të cilat ndryshojnë gjatë tërë kohës. Si lindi fillimisht ideja? Unë fillova të praktikoj për herë të parë me datën 9 janar 2023, që e bie plus minus para 2 viteve e gjys. E fillova aksidentalisht, po bësha stërvitjen palestër me trajnerin për të heq barkun, për të duk pak si kur kam qenë dikur i ri, 5-16 vjeç. Mirë po, pas një 3 muajve më humi pak durimi, i thash atit, si që të barku këshu, i thash, unë kam një firmë ndërtimi, edhe e kisha një punë atë kohë nga shtëpia ime 60 km larg. Edhe i thash atit, do vrapoj sot ajo punë atje. Edhe më tha, jo, po ti se bën të. Edhe unë nuk i thash atit, po më rëndë mija, po kush jeti me më thonë mu qa mundë dhe mundë me bojnë që në fundë. Po. Edhe unë isa, pas më turve e gjys, nuk e arrita dot, por 50 km e bona. E kështu filloi historia e vrapit, sidomos me distanca gjata. Normalisht një vit më vonë unë e arrita brenda 6 orëve atë distancë. Po. Edhe rash një farë mënyrë dashuri me vrapin. E kështu pas një 6 muajve që i bie kësaj kohe para 2 viteve, e mendova, thash, qa duhet deshte me shku në tropojnë kam, me vrap. Edhe ngeli ashtu, si ide, e falsha me njerëzit, me shoqërit familjarë. Po, edhe unë këta deshta me të pyet, kujt ja tho këtë si ide? Familjes, shoqënisë? Jo, thasha gjithë atyre që i njefsha. Familjarëve, shoqërisë, kolegëve, a e ti e qmen, jo, po është pa mundur. Po unë nuk e besoj atë pjesë, sidomos kërë më thot dikush që është i diçka e pa mundur, unë du ta bëjt mundur, edhe ja që e bërë. Edhe kur e more saksisht vendimin, kur tha se sot është koha unë të bëjt të që tjerë po thonë? Sa u futëm 2025, një nga mendimet e para që ka qenë kjo sfidë që unë kisha vu vetit, po thyshe para një viti e gjysë asaj kohë, edhe thash këtë vetit thash e kam full mjaftueshëm për këtë punë, se spiralisht shpesher flasim, edhe shumë, tepër, do bëjmë këto, do bëjmë ato, po je që nuk i bëjmë. Po, meshin të shtjarë. Edhe unë e thash, do ta ekzekutoj, do ta bëj, edhe do t'ja dikoj babës për 10 vitorin që ka ndru jetë këtë sfidë. E pas ka një simbolik shumë të veçantë, edhe si sfidë në përgjithësi. Cili ke reagimi i familjarëve kër i tregove, sepse ti thonë fillim nuk e morën si seriozisht. Thanë, jo nuk bëhe, për krahën, thanë, nuk doja dalësh, do të detyrohesh diku ka mesi rrugës, të intervenojnë, vinë të marrin, mos e diçka ngjajshme. Nuk më kanë thanë, por e kanë menduar. Jam i sigurt. Beson që e kanë menduar ashtu? Absolutisht shumë njerëz, edhe ato që një farë mënyrë e kanë dash me besu, sepse më kanë njoft, e dinë se çfarë karakteri kam edhe, kam një këmbgulësit fort, kur vendos për diçka, besoj për këtë sfidë, kanë mendu që nuk dhe ata. Edhe nuk e kanë besu deri sa, ndoshta kur ju kam afru kracis, kanë fillu ta besojnë që tash ka mundësi të bërë. Që te ke seriozisht atë që e ke thonë edhe dhe që është dhe në fund, me gjitha të konsiderën se ja ka donë. Ju tashmë ndodheni në Shqipëri.
Igu ajo, tropoja unë e kam mbyll ka 2 ditë, kam arritë të ndjeri babë, ku unë Aty ka qenë përfundova cotë. sfiden nga Cambridge i Anglisë në tropojën e Shqipërisë. Mirë po këtë projekt e kisha ndarë në 2 pjesë. Pjesa parë ishte me arrit tropojë, pjesa e dytë nga tropoja në Ksamet në jug Shqipërisë, nga veriu në jug. Edhe tash je drejt asaj zone, po besoj. Tash jam jam në ditën numër 2 drejtim Ksamilit, jugut të Shqipërisë, do në Sarandës. Kjo. Sa kanë qenë të vështira terrenet me cilat ke përshku, ne teksa po flasim, ti nuk e di nëse pa arrin me i pa, mirë po shikuesit edhe ata cilë po na shohin, po e shohin edhe videot cilat i ke publikuti në rrjetet e tua sociale, edhe po shohim terrene shpesher jo fort thjeshta, me nalësim bitetare të ndryshme. Sa ka qenë e vështirë gjithçka, zotri Panari? Unë kam publiku kaq. Shumë të vogël, nuk e di tash ja po më shohin, po sa maja thoni të thonë ne. Unë kam publiku shumë pak sepse ishte vetë sfiduese, do më thonë, çdo ditë të rezistosh 10 orë, 11 orë, 12 orë, deri në 15 orë në ditë, në diell, në shi, ditë, natë, me trafik, me trashqit kama përsham kishtë rafte ishte 50 metra, 100 metra poshtë. Unë isha dhe i lodhë, nuk është për shembull isha i... Ku i kaloje netët? Ku i kaloje netët? I pushush. Si? Netët, ku i kaloje? Në ndonjë motel, dvogël? Në karavan, në këtë karavan që shef, jo, këtu pa tjetë. Po. E kjo. Këtu, ja. Kjo është kërvati, ja? Me ma nishtë shumë mujtë ashe, po... Ja. Kjo është frigoriferi, lavapane, aty ku gatuim. Kjo është nxehtësi, se kam përdorur vetëm vërit të rrofë. Gjatë tërkohës me vete? Po, kjo është, do më thënë, ne kemi pas 2 mjete. Kemi pas këtë këtu. Po. Karavani që flej unë. Kjo është fugoni që e tërheq këtë karavani. Edhe kemi pas edhe tjetër për stafin. Po. 2 mjete. Edhe ata kanë qëndru pranë, do të thotë, ti ke vazhdu rrugtimin tënd, vetëm në lokacionet e destinume, jeni ndalë, keni bë gjumin edhe... Ky karavani që flej unë, do niste tash për shembull nga këtë pikë ku jemi në këtë moment, do shkoj drejt pikës tjetër që unë kam vendosur me arrit sot, që është një 63 km larg nga këtu. Ajo tjetra, ajo rrin me mu. Do më thënë, unë hec, e supozojmë i them ik 5 km para, edhe më varet se si është terreni, edhe temperatura, në që është shumë groft, i them 3 km, sepse më duhet me piju i ma shpesh. Po. Në që se nuk është, për shembull, darkave që është fresk, ose mëngjes, 5 km, ka raste për shembull, them 7 km, 10 km. Distanca që keni mes njëri tjetër. Po edhe, do më thënë, çdo po thuj se gjysore, 1 orë, me pi dhe më është dhe gjysore, me hëngë është dhe 1 orë. Pa i diçka sa me majtë energji dhe më në krejku. Po, zotri Panari, paka shumë këtu deshta edhe më ndalë. Nëse e marim në përgjësi, 36 dit, nëse nuk gaboj ka qenë tër sfida... 38. A 38 dit, po, ndjes. Si ka qenë një dit nga mëngjesi deri në mbrëmje e juaja? Marë parasysh prej kohës kur jeni zgju edhe si e keni përfundu natën? Në përgjithësi, nuk e kemi fillu me orare të fikse. Ka pas raste kemi fillu në 7 mëngjesit, ka pas raste dje për shembull dhe ka fillu në orën 4 pas ditës. Po. Por po flasim për ato 30 ditë të para, 38 ditë të para. Po. Vjen dhe unë përgatitem, bëm gati ha diçka në mëngjes para semonisë. Në përgjithësi është sauriz, që është i përgatit këto të pothuajse. Në fakt se ndoshta tash i bie me bërë reklam, po jam shef këtë. Nuk, po, e kam të kjartë, paka shumë deri diku. Është oriz. Oriz i prapë përgatitën, kam xhirë edhe ca foto, ca story kështu me orizin e famshëm. Edhe haj këtë orizin, pastaj para semonisë marr një diçka tjetër, në përgjithësi kam marrë kështu hamburgera, po vetëm me bukë edhe me mish, me asnjë gjë tjetër. Po. Edhe ujë. Cila edhe nisem.
Po. Pastaj çdo gjysmë ore, si thash, me pi, çdo një orë ha edhe pi. Po në hecje, jo me ndalu, nuk ndaloj asnjëherë. Po, do të thotë ju e vazhdoni aktivitetin tuaj, megjithatë tani më pas i kryeni edhe këto nevoja të cilat i keni për të ngrënë dhe për të pirë gjë të cilat padyshim se janë më së të nevojshme, sidomos kur merr një sfidë përsipër që ka. Ta them një rast. Po, na ndoj diçka interesant që të shohim edhe. Ishte një moment ku unë isha shumë i frymëzuar, domethënë kisha plot energji. E nuk e mbaj mend çfarë ditë ka qenë, por e di që ishim në Gjermani. Edhe ishte, mos gabish atë kilometri 50, kisha bërë plan me bo 70 kilometra. Isha në dhimbje, nuk isha fjallë, do me thonë, sa në dhimbje isha dhe çdo moment vetëm kalon të ta naloj, sepse s'poj përballosh atë. Po. Me një moment tash, e futa një muzikë gjysë të vulej. Edhe më pëlqej aq fort ai ritmi, sa harrova dhimbjen fare, harrova dhe më ushqy. Efekti i muzikës. Edhe i përfundova 20 kilometra që më kishin ngel shumë shpejt. Mirë, po çam ndodhi? Po? Unë kishim pas harru me hangër. Se jam të mundu me mbyll, nuk e di kush po më thet. Pa problem. Po besoj e rregulloni edhe kamerën, me qenë se tash ju humbi fotografi. A jemi në rregull tash, po më shifni? Po, në fare pak minuta, po. Tash jemi në rregull. Edhe ju i harruat, e dëgjuat gjysë se vullin edhe harruat lastën. Filloj duke mu, si me thonë ty, duke mu përzi, si të fiket, po më vete si të fik, me mbra të fik. Sa sham gjetë. Edhe më kishtë ra sheqirin, kishtë ra energjia, edhe kuptova të shi, më thanë stafi që s'ke hangër ka 2 orë. Do më thanë, në qofë se nuk ushqehesh në kohë, anglisht i themi hit in the wall, do me thonë përplasesh për murin, për sa i përket energjisë. E kuptoj, është e kuptueshme natyrisht. Megjithatë, ka pas raste gjatë këtyre 38 ditëve, kur ke dash ndoshta me u dorëzu, ke thënë se ka çështje nuk po mund. Nuk ka qenë asnjë moment ku ditën numër 3, kërkoj ndjes sepse këtë pyetje ma kanë bërë shumë njerëz dhe kam dashur me u fut shkurt. Ditën numër 3 për herë të parë kam bërë pyetje vetes. Sepse isha aq në dhimbje sa s'di se ta përshkruaj. Tash si do bëj vrap nesër? Jo, a do bëj vrap nesër? Po si? Si do bësh vrap? Sepse unë nuk besoj në të pamundura, unë besoj vetëm të mundura. Gjithmonë është një mundësi. Gjithmonë, pa këndësi ka sa e vështirë është. Ma jep një problem tjetër dhe unë do ta jap zgjidhje. Do ta jap një mundësi që ai problem është e mundur mu zgjidh. Po. Sepse unë jam si po breci. Posh, nalt, anash, gjithka. nuk dërzoj. Kjo është për tu vlerësuar dhe admiru. I diskutuam deri diku në terene cilat i ke përshkuar, kanë qenë të rrezikshme, megjithatë ke pas njerëz që ke taku rrugës, sepse i ke taku rrugës, më pas keni diskutuar edhe keni mbajt raport ose diçka të ngjashme, apo Jo. nuk ke qenë? Nuk ka pas njerëz që kanë qenë të interesuar. 2 persona më kanë shoqëruar vrap në disa periudhë, domthonë, një në Kroaci. Personat pa njohur kanë fjalën. Personat cilët nuk i keni njohur. Po, personat pa njohur, domthonë 2 persona kanë ardhur persona me na fol kështu, po që më shoqëru për me vrap, vetëm 2 persona. Kemi fol kështu, po me ato 2 persona që më shoqëruan me vrap, kemi marrë normalisht kontakt, ndrum kontakte. Normal. Por jo me gjatë. Po, se gjatë kësaj kohe, po besoj që ke pas edhe kontakte me familjen edhe kanë qenë merak se për gjendjen tënde shëndetësore, për rrethana në cilat gjendesh, terenet cilat shpeshherë ndoshta din të sjellin të papritura, i përmendëm kushtet klimatike cilat brenda ditës po ndryshone, brenda 38 ditëve cilat kanë mundur me qenë nga më të ndryshmet. Familjar gjithmonë kanë qenë marak, normalisht. Edhe njerëz të dashur, shoqëria. Ditën numër 5, publikova një foto me këmbë ku i kisha mbështjell
me kështu si quhet ky celofan. Po. I kisha lyer me një krem, që është ky kremi këtu. Ky kremi inflamacioneve të muskujve. Po. Edhe i kisha mbështjellë me këta. Sepse isha ndhimi, isha keq. Edhe nesër me tash si duket e kishin pa në internet, merr nëna në telefon, merr kushëriri, nusja, motra, s'ka problem, dërzohu, nuk është turp. O njerëz, unë jam te kilometri 40 plus, ju më thoni dërzonu. Unë sa kam nis. Edhe atë ditë, kam bot 85 kilometra, ma pak se 9 orë, ka qenë dita ma e shpejtë mo. Po. Se edhe këto desha në fakt pyetja, sa kilometra për ditë nëse mundemi me nxjerrë një mesatare i ke përshku gjatë kësaj sfide, gjatë këtij rrugtimi? Në ato 38 ditë, kam bot 71.92 kilometra në ditë. Dhe më thonë 72 kilometra. 72 kilometra në ditë, që në fakt nuk janë fare pak. Me qënë se jemi drejt edhe fundit të kësaj pjese, si sfid e kishe, në fakt, unë nuk po ta bëj pyetjen, e kishe mendu se do dërgoje deri në fund, sepse me atë sa po flasim edhe po diskutojmë, po e shoh vendosmërinë që e ke pas, pavarësisht problemeve dhe rrethonave të cilat je gjend gjatë kohës sa ke ardhur këtu. Mirë po, në një moment dy do ta bëje sërish? Jo i sfidë tillë, por sfidat nuk marrin këtu. Kjo do thot është vetëm fillimi i asaj çka ju e sfidoni veten përgjithësi. Unë bëj sporte ndryshme. Ato normalisht janë më të rrezikshme. Kam një motor që kur hyp sa thënë të heca vash, por dihet motori për çash. Nuk e përdor shumë fatmirësisht, sepse e kam me sikletë dhe familje, nuk e ka shumë me qef. Edhe koha në Angli nuk është edhe ashe për 7 motora. Për me dalë më. Kështu që jam me në fat në pjesë. Para 7 viteve fillova parashutizmin. Po? Edhe bëj parashuta, dhe më thonë, her pasire. Hidhem me aviona. Edhe para 2 viteve gjys jam kualifiku për pilot avioni edhe bëj aerobatik, kështu këto se sile. Kështu që i përzjej pak ato adrenalinat. Megjithatë, qenë kanë këto sporte deri diku ekstreme, cilat të pëlqejnë, e që jo gjithë kishin mujt me i bo. Shkurtimisht, me qenë se diskutuam vetëm për zotin ponari të sfidave, si e në jetën e përditshme? Çka është angazhimi jot në Angli, raporti jot me Shqipërinë, sa shpesh vini këtu, pushimet ku i bëni e këto? Unë kam një biznes në Angli, në fushën e ndërtimtarisë, punësoj rreth 50 persona, besoj që bëj një punë të mirë, sepse unë jo vetëm ju jap një punë, por ju krijoj një ambient ku ato e kalojnë mirë. Edhe bëj çdo gjë të mundshme që jeta atyne të jetë sa më e mirë edhe të vinë punë me dëshirë. Kjo do të thonë bën mua shumë krenar në ditën e përditshme që unë e bëj, për te asajna që kom normalisht një jetën teme personale që janë këto sfidat, një nga këto është kjo vrapimi nga Anglia në Shqipëri. E kjo Seb, krejt për fund... I privi, goxha, 2-3 herë në vit, 4 në varet, edhe në pushime vi. Krejt për fund, cili kish me qenë ndoshta një mesazh ose një... Sepse nëse themi cili është një mesazh për fund, tingëllon pak klishe, mirë po një porosi frymëzuese për dikë që me të vërtet ka dëshirë të të ndërmarrë sfida dhe rreziqe të tilla, megjithatë i mungon deri diku ky vetbesimi dhe motivimi i duhur që me i arrit. Që është e mundur. Unë këtë mesazh po kaloj gjithandaj, me ka po flas, kam të njëjtin mesazh dhe nuk do ta ndryshoj. Është e mundur. Por du të kesh besim vetvete, du ta besosh sepse po se besove ti, kush do ta besoj? Pa rëndësi ka, sa thot bota që është e mundur e diçka nëse ti vetë nuk e beson, është e pamundur. Qartë.
Seb, unë falenderoj shumë për gjitha detajet edhe po uroj që me pas edhe me gëzu shëndet të plot që në sfidat e tjera pa dyshim t'jesim kontakt edhe pse jo të i paracesim para shikuzve. Faleminderit edhe njerë shumë për kohë.